Nuk mendoj që ka hapësirë. Ne nuk kemi të interesuar me opozitë formale. Ne jemi deklaruar që jemi parti në opozitë, prandaj nuk jemi pjesë e dialogut për me zgjedhjen e një president. Ne jemi parti opozitare, ky qëndrim i BDK-s nuk ndryshon, pavarësisht çka zhvillojnë parti tjera si proces. Ne kemi caktuar pozicionin tonë. Jemi në opozitë sepse kemi besu, masi kemi marrë pjesë në takim me Kurtin, që Kurti nuk e ka ndërmend me zgjidh krizën në Kosovë, prandaj nuk marrim pjesë në këtë teatër politik. Ndonë se është mjaftueshëm të qartë që nuk merrni pjesë në takime edhe shndrojnë në opozitë, megjithatë mundësinë për me votu një kandidat, megjithatë PDK e ka nëse propozohet një kandidat që konsiderohet i pranueshëm edhe për PDK-n, apo megjithatë hapësirë që PDK me votu një kandidat për president? Nuk mendoj që ka hapësirë. Nëse një parti që deklaron veten opozitë voton një kandidat të pushtetit për president, atë ditë ajo parti smetet opozitë. Ne nuk kemi të interesuar me opozitë formale. Opozita përfaqëson në çdo shoqëri pushtetin moral të shoqërisë. Alternativën morale ndaj pushtetit. Ne nuk votojmë sepse nuk është në rolin, nuk është në dignitetin, nuk është në përshkrimin e detyrave të një opozite që të vazhdojë jetën e të zgjedhë njerëz të pushtetit në krye të shtetit.